Ish-kryetari i gjykatës së kasacionit Zef Brozi ka folur lidhur me zvarritjen për seancën paraprake të aferës Partizani, lobimin $6 milion të Sali Berishës në SBA dhe zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Zvarritjen e seancës për 6 muaj për aferën Partizani, Brozi e cilëson si skandal të drejtësisë. Ai thot gjithashtu se GKKO po bën lojë politike. GKKO po bën një lojë politike, skandal në drejtësi. Ka 7 muaj që kjo gjykatë po zvarrit çështjen. Kjo duhet të bëhet alarm. A mendojnë këta gjyqtarë avokat se miliarda dollar po paguajnë taksa paguesit shqiptar nga zvarritjet gjyqësore? Gjyqtarët shqiptar kanë nevojë të marrin leksion ekonomik për ekonominë gjyqësore. I bëj apel kuvendit të ardhshëm të miratojë një ligj ku të parashikohet ndëshkimi penal dhe civil për gjyqtar, avokat, prokuror që zvarrisin gjyqet. Po bëhet një gjë e zakonshme në drejtësinë shqiptare. Jepini fund, po shkatroni të drejtat gjyqësore të qytetarëve që presin me vite për të marrë vendime gjyqësore. GKKO dhe gjykatat në Shqipëri duhet i thërrasin mendjes, por edhe kuvendi duhet të bëjë një ligj të qartë me sa di për gjyqin paraprak. Afati maksimal është 30 ditë. Nëse është e vërtet, organet e posaçme për disiplinën e gjyqtarëve duhet të mblidhen që sot për të hetuar dhe verifikuar dhe për të dhënë dënimin përfundimtar, tha Brozi. Lidhur me gjyqtarët që zvarrisin seancat, Brozi thuhet se duhet të merren masa dhe të hiqet licenca për disa vite, sipas praktikave ndërkombëtare. Avokatët po luajnë me gjyqtarët. Duhet që edhe gjykata të ketë kompetencën të ndalojë këta avokatë që abuzojnë me shërbimin publik, të ndalohet paraqitja në gjykat, të hiqet licenca për disa vite, është praktikë ndërkombëtare. Pse në Shqipëri ka vetëm pazargjinj dhe sabotues të çështjeve gjyqësore? Pse është rinovuar drejtësia nuk do të thotë që s'ka mangësi. Mund të ketë gjyqtarë që duan të sabotojnë reformën, që u pëlqen të korruptohen. Të mos nisemi se u bë reforma dhe gjithçka është perfekte. Fakti që ka 6 muaj, qoftë edhe 2 muaj zvarritje, tregon se këtu ka diçka alarmante, thekson ai. Ndërsa për lobimin e PD, Brozi shprehet se shuma $6 milion dëshmon miliardat e krimit dhe korrupsionit të klanit Berisha. Për këtë të fundit, thekson se nuk ka asnjë shans që të heqë non gratën, ndërsa i bën thirrje dhe FBI që të hetojnë burimin e parave. $6 milion dhe fshatari më i largët e kupton që është lobimi Berishës. Fakt tjetër që dëshmon se miliardat e vëna përmes korrupsionit dhe krimit të klanit Berisha nuk kanë të shtëruar. Janë gati për të paguar $600 miliard për t'ia hequr non gratën. Më duket shpenzimi pa vend i PD s'do të arrijnë kurrë atë qëllim. Nuk bëhet përmes lobimeve heqja e non gratës dhe duket që ata kanë dështuar që në fillim më bëri përshtypje edhe humori. Tallja e Lasivita, ai u tall, na ka fyer të gjithë shqiptarëve. Vetëm shqiptarët që s'duan të kuptojnë kush është Berisha e besojnë. I bëj thirrje SPAK dhe FBI të gjurmojnë parat, të vërtetohet nga po vinë, u shpreh ai.